Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jall, paqja e lavdërimit i tij, qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Siç e dini vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtarë, çdo popull ka pasur legjislacionin e tij juridik apo fetar. Ka pasur ligjet dhe rregullat e tij, që në hershmërinë njerëzit kanë ecur në bazë të ligjeve të rregullave që ka zbritur Zoti subhanahu wa taala nëpërmjet pejgamberëve të tij dhe deri në kohën e fundit të pejgamberëve Muhammedit alayhi salatu wasalam. Por çfarë gjykimi kanë këto ligje apo këto legjislacione të hershme në momentin që ka zbritur Kur'ani dhe i zbritur shpallja e Muhammedit alayhi salatu wasalam? Në fenë islame ato konsiderohen të aburguara, pra nuk merren në konsiderat vetëm ato gjëra të cilat përputhen me legjislacionin islam, pra janë të pranuara në legjislacionin islam. Për këtë arsye Zoti thotë në Kur'anin Kerim dhe ka nisur autori me titullin Al-Islam nasakha al-adyan as-sabiqa, Islami i ka aborguar, i ka fshirë pra ligjet dhe rregullat e mëparshme. Thotë Allahu në Kur'anin Kerim: "Wa man yabtaghi ghayra islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Dhe kush kërkon fe tjetër përveç islamit, pra nuk do t'i pranohet dhe ai në ditën e Kiametit do të jetë prej robëve të humbur. Thotë Allahu në Kur'anin Kerim: "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli." Është ai i cili e dërgoi pejgamberin e tij me fenë e vërtetë që ta bëjë atë triumfuese mbi çdo fe tjetër, pra islamin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Hurairës, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsu Muhammedin bi yadi, pasha atë që ka në dorë shpirtin e Muhammedit alayhi salatu wasalam, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, nuk dëgjon për mua dikush prej këtij ummeti, yahudiyun wala nasraniyun, qoftë ai prej jehudëve apo krishterëve, thumma yamutu, dhe pastaj vdes në këtë, pra në këtë lloj besimi dhe feje, walam yu'minu bi billadhi ursiltu bi, dhe nuk beson atë që ka më zbritur mua, më ka ardhur mua për Kur'anin, illa kana min ashabin nar, do jetë prej banorëve të zjarrit të xhenemit. Pse? Se Muhamedi alayhi salatu wasalam erdhi me monoteizmin e pastër, duke u rikthyer besimit të vërtet që cilët e përcollën të gjithë pejgamberët, adhurimin e një Zoti të vetëm. Zoti nuk ka fëmijë, Zoti nuk ndahet, nuk pjestohet, nuk ka shok, nuk ka miq, askush nuk është pranë tij, askush nuk është i barabartë me të, askush nuk e përngjason atij. Çdo lloj filozofie apo logjike e dobët e cila përpiqet të krahasojë krijuesin me krijesat, apo të inveshjet i gra apo fëmijë apo familjar, është e gabuar dhe rreptësisht e ndaluar në fenë islame. Pikërisht për këtë erdhi Muhamedi alayhis salam të ringjall monoteizmin e gjithë pejgamberëve përpara tij dhe e përcolli emanetin e tij deri në fund. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar që ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shumë e vërtetë dhe shumë e saktë. Prandaj tha, nuk është dikush që dëgjon për mua. Në këtë umet, për umetin Muhamedi sallallahu alajhi wasallam përgjithësi, dhe qofshin ata xhifudë dhe krishterë, të cilët e kanë dëgjuar të vërtetën me cilë ka ardhur Muhamedi dhe refuzojnë atë dhe e mohojnë, atëherë do të jenë prej banorëve të zjarrit të xhenemit. Në hadithin e Ibn Abbasit thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qila li rasulillah ayu al-adyan ahabbu ila Allah, cila fe është më e dashur tek Allahu azza wa jall? Qal al-hanafiyya samha, feja e pastër monoteiste, feja e pastër monoteiste, e pastër nga idhujtaria, nga paganizmi, nga ignoranca, nga padituria, nga xahilieti, samha dhe tolerante në kuptimin e gjerë, e tolerante në shkuptim vëllezër e motra, pra që i jep çdo populli të drejtat e tij, pavarësisht besimit që ata kanë, sepse neve në fen ton nuk e obligojmë njerëzit të besojnë atë çka duam ne, por ajo do të jetë në përgjithësi e tyre në ditën e Kiametit për shkak të refuzimit që kanë bërë të vërtetës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.